Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Desha të pysë hoxhën, nëse një person thot jam musliman, I pranon shtyllat e Islamit dhe kushtet e imanit, por falet vetëm të xhumave, dhe ndonjë namaz rrallë aty këtu. Kur I thua pse nuk falesh, ai I thot më ngafron shejtani dhe justifikime të ndryshme. Si është gjendja e këtij njeriu para Allahut dhe shpërblet? Alhamdulillah. Selamu alaikum. Lutë Allahu xhelal xhelaluhu pyetje që e bën këtë pyetje, edhe për atë që drejtohet pyetja, lutë Allahu xhelal xhelaluhu t'ia zbuzën dhe ta kthej në Islam. Dhe ta plotësoj fenë. Feja nuk është me teori, Feja nuk është me teori. Edhe nëse të gjesh për fukahave të hershëm apo bashkohor që bëjnë tolerancë, pra ka thonë la ilaha illallah, po është në mredë në Islami dhe kështu. Feja nuk është teori, feja është praktik. Mos në vazhdojnë tolerancat e lehtësime që bëjnë ca hoxhallar. Musliman më është. Po ti nëse I thua muslimanin që s'është musliman, ti bësh gjikac. Si për librit Allahu subhanahu wa taala dhe si për sinetit I Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ne bëmi ftues. Nëse gjendja ati është ati, nuk është justifikimi pranueshëm për Allahun xhelal xhelaluhu. Por të shëndet që ti thon, Shafir, ne kjo nuk është roli jon. Ftoje atë që gjendjen. Përderisa thotë që besoj shartet e Islamit edhe shartet e imanit, po nuk pranojmë këto sharte pa plotësuar ato. Sheikh Khalid Rashid, Allahu I rrafë për burgu, ato dhe gjithë dietarët e Islamit. Po një ditë isha duke u thu për Daman, një qytet të Arabisë Saudite, edhe në një stacion autobusash I pash 3 dimtri. Edhe thotë ndala makinën, edhe I thash ku jeni, I thonë për Daman, për një qytet. Thotë hajdini me mua, unë kam rrugën andaj. Edhe I merr makinë. Edhe I pyet si jeni, këtë respekt, këtë dhimbshuri që I Allah lira. Thotë mirë, si e ke emrin ti njën. E në thotë si e keni gjendje me namazin, gëdhur e njëri. Thotë me thonë drejtën e hoqë, nuk jam namazin. Këtë dhimbshurin që pa të hoqë e realitet, e kështu, thotë nuk jam namazin, thotë të kefir, ti e më hubis. Trondit të taj. Se ishte në cutu janë I thotë tjerë, thotë se s'ka problem kështu. Thotë po ti djerëri, thotë hoqë unë jam mirë si saj. Thotë po si? Thotë unë jam e fali gjuman. O edhe të mullë të hekbihi, thotë në dhe je si ajë, I fali. E të ndishka. Thotë të riputrin, thotë hoqë unë jam mirë si sa këtë ti. Thotë po, thotë unë falin gjisin dhe jazin. Thotë ti ka ardhë me fetre. Ti ka ardhë me fetre. Feja që me falë namazin gjisë në mbromje, që ka qenë të gjenazë dhe ke mreta pa adhurime kështu, ka qenë kështu. Me ardhin e Muhammedit alayhi salam dije që khamsu salawat këtë rehun Allah. 5 namazë I ka shkruajt, I ka obligu Allahu gjatë natës dhe ditës. Kur të takoj Allahun nëse është musliman, falyuhafiz alayhinna haythu yunada bihinna. Kush dëshiron që nesër dalë për Allahut ditën e gjykimit si musliman, kujdeset për to namazë aty ku thirret. Je vetëm ta fali namazin, po aty ku thirret për burra musliman, aty ku thirret ezani. Dhe e përmirësoft Allah xhelal xhelal gjendjen tonë dhe gjendjen e asaj. Nuk është feja me teori, është me praktik. Allahu I plotësoft fenë. Futën fe totalisht, ja Rabbul Alamin.